shofi një për të ta trajtuar si një bashkëpunim të posaçëm të autorëve të veprës në kryen e veprës penale. Lidhur me inceneratorin Elbasanit, Fierit, në këtë aspekt, këto dy procedime penale kanë kaluar gjitha fazat e shqyrtimit gjyqësor. Jo vetëm ka kaluar fazën e shqyrtimit para gjyqtarit të seancës paraprake, por edhe para trupit gjykues që ka gjykuar çështjen në themel dhe i kanë gjetur sa ata konformës së bashkëpunimit e kanë gjetur të drejtë kualifikimin ligjor të bërë nga ana e prokurisë së posaçme. Lidhur me pyetjen që nuk e ka marrë ende si pa nderur zotin Veliaj, dua të them se siç besoj edhe ju e dini, hetimet paraprake nuk kanë përfunduar lidhur me këtë procedim penal, por vazhdojnë akoma. Lidhur me pyetjen a ka përpjekje të SPAK për kërkuar një dëshmi të ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmeta nga Zvicra, deklarimet publike të tij vlerësohen rast pas rasti, për ne sot ai është një person në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të korrupsionit pasiv, pastrimit produkteve të veprës penale dhe veprat të tjera penale e lidhur me inceneratorët. Patjetër, në çdo moment që një subjekt vepre penale dëshiron të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, do të bashkëpunojë me prokurinë e posaçme, është mëse i mirëpritur. Lidhur me pyetjen tjetër, pasi parashton një kallëzim penal të tetorit 2021 në emër të Partisë Demokratike, ku sipas zonjës Tabako ka kallëzuar abuzimet e sektorit të energjisë dhe bën edhe disa pyetje të tjera që konsistojnë në cilat janë hapat që janë ndërmarrë në lidhje me këtë çështje që kam kallëzuar për abuzimet në sektorin e energjisë. Një pyetje kërkon informacion të drejtë për drejtë mbi veprimet që ka ndërmarrë SPAK ndaj drejtuesve të OSHE-s, Keshit dhe institucioneve të tjera. A janë identifikuar përgjegjësit për dëm ekonomik të vlerësuar rreth 10 milion euro për një tender dhe 100. A është analizuar mënyra kontraktimit dhe çmimit e blerjes së shitjes së energjisë për provuar akuzat që është përdorim detyre dhe korrupsion? Tani, lidhur me pyetjet që ju bëjmë dije që kjo çështje është dërguar për kompetencë në Prokurinë e Tiranës. Nuk po hetohet nga Prokuria e Posaçme. Një pyetje tjetër është pasi referohet një deklarimi i timin në Komisionin e Ligjeve, zonja Tabaku pyet, në fund të rrugtimit tuaj si prokuror, por edhe në mandatin e fundit tuaj si kreu SPAK, a është vallë kjo një dorëzim përballë presioneve dhe njëkohësisht dorëzim përballë pamundësisë për të hetuar realisht korrupsionin dhe krimin e organizuar? Jo, s'ka të bëj fare, unë nuk dorëzohem, nuk jam njëri që dorëzohem, ju bëj ballë sfidave dhe për një gjë jeni të sigurt që unë do të vazhdoj të jem prokurori i Republikës së Shqipërisë dhe pas mbarimit të mandatit në vjeçar, kuptohet, po na la Zoti jetë. Sqaroj këtu se i kam kërkuar disa herë parlamentit të shqyrtoj mundësinë e shikimit të mandatit të prokurorëve të posaçëm. Dhe në jo pak raste është aluduar se bëj këtë për interesin tim personal. Për këtë arsye, e ritheksoj edhe një herë se nëse politika e kushtëzon apo ka dhe mendime se zgjatja e mandatit lidhet me emrin tim, atëherë unë nuk rikandidoj. Robert Kennedy, ish prokurori i përgjithshëm i Amerikës, ka thënë ndërmjet të tjerave se lavdia e drejtësisë dhe madhështia e ligjit nuk krijohen vetëm nga kushtetuta, por nga burrat dhe gratë që jetojnë ato me guxim dhe mirëkuptim. Prandaj e ndiej punën, kam guximin, por përpiqem të jem dhe i mirëkuptueshëm. Dhe kjo fjali vlen, dhe kjo thënie e Robert Kennedy vlen për gjithë prokurorët e posaçëm. Ju lutem zoti Berisha. Ashtu është bërë deri tani, është lexuar pyetja dhe është vijuar me përgjigjen. Ju lutem.
Ashtu është bërë deri tani, është lexuar pyetja dhe ju lutem zoti Berisha, mos ndryni, ju lutem. Po lexohet pyetja dhe vijohet me përgjigjen. Zoti Dumani, fjala për ju. Faleminderit zoti kryetar. Pyetje të bëra nga deputeti Luciano Boçi. Pse SPAK e ka shpallur të paprekshëm Edi Ramën? Pse nuk mban ai përgjegjësi penale për çështjet e mërsipërme pasi rendit disa çështje? Për shembull, që ka miratuar në këtë kuvend ligje që i ka shkruar Klodian Zoto, e keni thënë ju. Nuk e kemi thënë ne si opozitë. Pra, lideri i opozitës duhet të përndiqet prej 3 vitesh pse ka miratuar ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave, se një nga mira e mira përfitues është familja e dhëndrit e tij, gjëja më normale në botë e që ndodh kudo. Edhe ne deputetët, në klapa kjo, edhe ne deputetët miratojmë pagat tona. Çfarë do të thonë? Kjo me qenë se përfitojmë edhe ne, duhet të ndiqemi për korrupsion, ndërsa Edi Rama që miraton ligje për llogari të vetëm një afere korruptive. Po sipas jush, jo më vetëm sipas nesh tashmë, siç është afera e inceneratorëve, apo që ja shkruan përfituesi Klodian Zoto, ai nuk ka asnjë përgjegjësi penale. Për SPAK nuk ka të paprekshëm, në çdo procedim penal të regjistruar hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe mëtej edhe në drejtim të autorëve të veprës penale. Në të gjithë këto raste që ju përmendni, prokurorët e çështjes kryejnë hetim të gjithanshëm dhe objektiv me qëllim grumbullimin e provave dhe ngritjen e akuzave. Siç edhe herë të tjera kam deklaruar publikisht, për prokurorët e posaçme nuk kanë rëndësi emrat, por vetëm provat. Pyetje tjetër e bërë po nga deputeti Luciano Boçi. A i keni dëgjuar ju ultimatumin e kryeministrit Edi Rama, thënë publikisht në shkurt 2025, që SPAK mos guxojë të dalë në terren dhe të afrohet partive politike në fushat, të mos guxojë të gjurmojë partitë në zgjedhje. E vërteta është që në fakt ju, edhe pse bëhet shpërndarjen e prokurorëve nëpër territor, përveç ndonjë vizite disa orë në ndonjë qark të caktuar, prokurorët dhe hetuesit e BKH as ishin në terren, as gjurmuan partinë e kryeministrit, as nuk dërmorën ndonjë arrestim në flagrancë për krime zgjedhore. Thoni, kemi në hetim disa çështje. Pra, po përpiqeni të gjeni prova. Por ju kujtoj që zgjedhjet kanë 6 muaj që kanë përfunduar. Tani pyetja ime është, nëse nuk ishin në terren gjatë zgjedhjeve për të gjetur prova, kur do të gjeni zgjedhjet e tjera? Kur do të gjeni zgjedhjet e tjera? Prokuroria e posaçme ka qenë dhe prokuroria e posaçme përfshi prokurorë dhe hetues të byros kombëtare të hetimit kanë qenë në terren, ka qenë edhe në zonën që ju keni drejtuar politikisht zoti Boçi, dhe ju e dini shumë mirë se sa e vëmendshme ka qenë prokuroria e posaçme edhe ndaj denoncimeve publike të bëra, edhe nga ana juaj, ku pas një denoncimi publik të bërë në media lokale, je kontaktuar nga hetuesit e byros kombëtare të hetimit dhe të është bërë e ditur, jeftuar, të japësh të dhëna, indicie apo dhe kallëzim penal lidhur me faktin që ju e kishit denoncuar më parë në një emision në media. Në të njëjtën kohë, me kontaktin që mori me ju, hetuesit e byros kombëtare të hetimit, së bashku me policinë e shtetit, bën verifikime të përkatëse lidhur me pretendimin tuaj në zonën ku ju denonconit dhe nuk rezultoi që të ekzistonte atje ku ka patur problematik, ka marrë kontakt me përfaqësues të partive politike, me qytetarët, me prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, me policinë e shtetit, duke kryer edhe veprimet konkrete hetimore. Për të vazhduar te pyetja tjetër e zotit Boçi, pastaj thoni që partitë politike bën kallëzim me indicie, por nuk sollën prova. Por ju, duke patur hetues BKH, policinë shish, mjete procedurale si kontrolli dhe përgjimi, dhe sot që flasim thoni s'kemi ende prova, po i kërkojmë e po jetojmë për 40 procedime jeni shprehur. Po partitë politike përveç indicieve, çfarë tjetër mund të sillnin? Dini gjë që kemi shërbime hetimore ne në përbërje apo policë?
apo mund të përgjojmë me kontrollojmë ambientet e caktuara. Po, ne kërkojmë që partitë politike dhe drejtuesit politik të tyre të ngrihen në nivelin e qytetari të Republikës së Shqipërisë, të cilit i kërkohet në rast se vjen e dieni të një krimi të kallëzojë krimin. Kjo kërkohet edhe nga drejtuesit e partive politike dhe sa i takon hetimeve edhe sa i takon zonës që ju keni mbuluar e autorëve përgjegjës të veprave penale. Një nga krimet më të mëdha, pyetja tjetër e zotit Boçi, është një nga krimet më të mëdha dhe ende të pasbardhura për sa i përket autorëve, jo thjesht zbatuesve për cilët ka akuza konkrete nga numri 2 qeverisë së atëhershme, është kanalizimi i vendit në vitet 2016-2017 e në vazhdim. Pastaj vazhdoni për shtrimin tuaj dhe pyetja është, a keni filluar ju një hetim konkret për këtë krim me autor kriminal?